Integrimi në Bashkimin Evropian cilësohet prioritet kombëtar, por përfaqësuesit e mazhorancës dhe opozitës reflektuan qëndrime të kundërta në takimin e Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit Bashkimi Evropian Shqipëri për atë që po ndodh gjatë rrugës së Shqipërisë për t'u bërë anëtare me të drejta të plota e Unionit. Taulan Balla, si përfaqësues i Partisë Socialiste, tha se Europa është standardi me të cilin Shqipëria mat transformimin çdo ditë, ndërsa ka hyrë në një fazë vendimtare dhe pret të mbyll kapitujt e parë të negociatave. Këtë javë po presim dritën e gjelbërt për përmbylljen e 3 kapitujve dhe javën e ardhshme për t'u takuar në konferencën e radhës ndërqeveritare. Por Gazmend Bardhi, si përfaqësues i Partisë Demokratike, theksoi një tjetër metër se si matet procesi i integrimit, duke denoncuar atë që cilësoi zhveshje të kuvendit nga funksioni kushtetues. Procesi i integrimit evropian nuk matet vetëm me ligje që miratohen apo me kapituj që hapen, diskutohen dhe mbyllen. Ai matet dhe me mënyrën se si funksionojnë institucionet demokratike. Duke ju referuar debatit për projektin turistik në Zvërnec, Balla theksoi angazhimin e qeverisë shqiptare për respektimin e standardeve europiane në mbrojtjen e mjedisit, por theksoi rëndësinë e luftës kundër dezinformimit, duke kërkuar që debatet të bazohen në fakte dhe informacione të verifikuara. Ajo ka të bëjë me mënyrën se si qeverisim, si hartojmë ligjet, si mbrojmë të drejtat themelore, si mbrojmë standardet e mjedisit, si forcojmë demokracinë dhe si ndërtojmë besimin tek institucionet. Deputeti demokrat Belind Kolliçi ndërkohë çoi në takim protestën e nisur me kauza mjedisore që tashmë vjon me kërkesa politike. Nuk është e nxitur as pak as nga Moska, as nga Irani, apo nga çdo armik i jashtëm, siç ka tentuar ta paraqesë qeveria shqiptare. Është një reagim demokratik, paqësor, që u rikthehet vlerave themelore perëndimore. Eurodeputetët ndanë qëndrime për progresin dhe sfidat e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian.